Në lajme do të ndiqni sipas ministres Delina Ibrahimaj për afrimin legjislacionit me atë të Bashkimit Evropian në fushën e ekonomisë dhe mbështetjes së biznesit janë një sfidë e madhe. Indeksi i çmimeve të prodhimit për 3 mujorin e tretë të vitit 2025 shënon rritje të lehtë vjetore, ndërsa disa sektorë vijojnë të përballen me ulje çmimesh. Taksimi i pasurive të paluajtshme sipas vlerës së tregut, sipas ekspertëve, pritet të sjellë efekte të forta në treg. Taksa e re do të nisë zbatimin nga viti 2028. Shqipëria po përballet me plagje të popullsisë, ku raporti i personave në moshë pune për çdo pensionist pritet të bjerë nga 2.5 aktualisht në 1.4 deri në vitin 2050. Zonja dhe zotrin, ju përshëndes, mirë se erdhët në edicionin informativ të orës 15 këtu në Skan Televizion për të njohur me zhvillimet ekonomike të ditës. Në mbledhjen e Këshillit të Investimeve, Ministri i Ekonomisë dhe Inovacionit Delina Ibrahimaj e vuri theksin në procesin e përafrimit të legjislacionit me atë të Bashkimit Evropian në fushën e ekonomisë dhe mbështetjes së biznesit. Sipas saj, këto janë kritere, standarde, kërkesa që do të duhet të zbatohen nga të gjithë. Në mbledhjen e Këshillit të Investimeve, Ministri i Ekonomisë dhe Inovacionit Delina Ibrahimaj e vuri theksin në procesin e përafrimit të legjislacionit me atë të Bashkimit Evropian në fushën e ekonomisë dhe mbështetjes së biznesit. Sipas saj, këto janë kritere, standarde, kërkesa që do të duhet të zbatohen nga biznesi shqiptar, ekonomia shqiptare dhe kjo paraqet një sfidë të madhe për sa i përket të gjithëve, por nga ana tjetër, paraqet edhe një mundësi të madhe. Ministria Ibrahimaj nënvizoi disa çështje si rëndësinë e unifikimit dhe modernizimit të shërbimeve vendore, nevojën për transparencë të lartë, vendosjen e treguesve të matshëm dhe koordinim të qëndrueshëm qendror dhe vendor, si dhe angazhimin për përmirësimin e mjedisit fiskal dhe rritjen e besimit të biznesit. Ndërkohë që në prioritetet kryesore për vitin 2026, Ministria nënvizoi digitalizimi i shërbimeve vendore, forcimin e administratës tatimore, mbështetjen për SME-t në procesin e tranzicionit evropian, si dhe miratimin e rekomandimeve të Këshillit të Investimeve si bazë e punës për vitin e ardhshëm. Ibrahimaj informoi edhe mbi disa iniciativa të ndërmarra nga Ministria e Ekonomisë dhe Inovacionit në drejtim të formalizimit, informimit më sistematik dhe rikonfirmoi angazhimin për të vijuar reformat që rrisin transparencën, ulin kostot për bizneset dhe nxisin një klimë investimi më moderne, më konkurruese dhe të përafruar me standardet e Bashkimit Evropian. Në këtë takim mori pjesë edhe Ministri i Shtetit për Pushtetin Vendor Ervin Demo, që vlerësoi se digitalizimi i shërbimeve nga bashkitë do të sjellë një përmirësim të shërbimeve të tyre për sipërmarrjen dhe qytetarët, edhe pse është një proces që kërkon kohë. Gjatë këtij takimi u theksua se kadastra fiskale nuk funksionon, pavarësisht bazës ligjore ekzistuese, ndërkohë që rekomandimet për vitin 2026 përfshin vendosjen e treguesve të matshëm të performancës për shërbimet bashkiake, harmonizimin e shërbimeve vendore me ato qendrore, shkëmbim të detyrueshëm të dhënave midis Drejtorisë së Përgjithshme të Tatimeve dhe Bashkive, si dhe mbështetje për SME-t në adoptimin e shërbimeve digjitale. Një anketë e zhvilluar me bizneset për klimën e investimeve në vend ka trajtuar disa nga problematikat më të ndjeshme për sipërmarrjen. Sa i takon informalitetit, 7 në 10 kompani e perceptojnë si të lartë dhe të qëndrueshëm, ku format kryesore janë shmangja e taksave dhe puna në të zezë. Së fundmi është zhvilluar një anketë me bizneset për klimën e investimeve në vend, ku janë trajtuar disa nga problematikat më të ndjeshme për sipërmarrjen. Analiza e zhvilluar me pjesëmarrjen e 166 bizneseve dhe bashkive tregon se panorama e aksesit të biznesit në shërbimet digjitale vendore mbetet e fragmentuar dhe jo e unifikuar me shërbimet qendrore, ndërsa bashkitë përballen me kapacitete të kufizuara teknike dhe mungesë treguesish të qartë performance. Bizneset mbeten pozitiv kundrejt digitalizimit dhe integrimit, por kërkojnë thjeshtim dhe standardizim të shërbimeve, ulje të kontaktit fizik, si dhe konsultim gjithëpërfshirës, si dhe transparencë më të madhe mbi taksat dhe vendimarrjen vendore. Sa i përket klimës së investimeve, gjetjet e ankesës me 188 biznese evidentojnë disa zhvillime pozitive, por edhe sfida të rëndësishme. Lidhur me administratën tatimore, bizneset kërkojnë përmirësim në komunikim dhe profesionalizëm, raportim më të qartë tatimor, rritjen e vendimeve të apelimit në favor të sipërmarrjes. Sistemet digjitale vlerësohen dukshëm më mirë nga viti 2022, por subjektet ende kërkojnë një kontakt me telefon.
Rimbursimi i tatimit mbi vlerën e shtuar ishte një tjetër pikë e ankesës, ku 90% e kompanive të ankëtuara që aplikojnë e marrin rimbursimin. Nga ana tjetër, kërkohet rritje e rimbursimit automatik. Vetëm gjysma e bizneseve aplikojnë për shkak të perceptimit mbi mungesën e besimit. Informaliteti mbetet shqetësimi më i madh për ekonominë. Në anketën mbi klimën e investimeve, 7 në 10 kompani e perceptojnë si të lartë dhe të qëndrueshëm, ku format kryesore janë shmangja e taksave dhe puna në të zezë, ndërsa faktorët nxitës janë korrupsioni dhe konkurrenca e pandershme. Integrimi në Bashkimin Evropian ishte një nga temat e anketës, kur rezultoi se vetëm 33% e bizneseve kanë informacion të mjaftueshëm mbi agjendën e reformave, 70% e shohin integrimin si pozitiv, por ndërkohë vetëm 30% e bizneseve presin rritje të eksporteve pa mbështetje shtesë. Indeksi çmimeve të prodhimit për 3 mujorin e tretë të vitit 2025 shënon rritje të lehtë vjetore, ndërsa disa sektor vjojnë që të përballen me ulje çmimesh. Të dhënat tregojnë se produktet për tregun vendas janë shtrenjtuar më shumë se sa për ato produktet të cilat janë për eksport. Të dhënat e 3 mujorit të tretë të vitit aktual tregojnë një panoramë të balancuar të çmimeve të prodhimit në vend, me rritje të lehta në disa sektor kyç, por edhe ulje në industri të caktuara, sidomos në energjetik dhe disa nën sektor përpunues. Këto lëvizje reflektojnë presionet e moderuara të kostove dhe dinamika të ndryshme kërkesë-ofertë si në tregun e brendshëm ashtu dhe në atë të jashtëm. Në raport me vitin bazë 2021, indeksi ka arritur nivelin 129.5, duke regjistruar një rritje vjetore prej 0.2%. Sektori që kontriboi më shumë në këtë rritje ishte industria përpunuese me një zgjerim prej 0.4%, pasuar nga industria nxjerrëse dhe furnizimi me ujë, të cilat u rritën me nga 0.2%. Brenda industrisë përpunuese çmimet u rritën më së shumti në aktivitetet prodhimi mobiljeve dhe prodhimi pijeve, me secilit 1.3%. Në tregun vendas, indeksi i çmimeve të prodhimit u rit me 0.3%, krahasuar me një vit më parë. Sektori përpunues dha sërish ndikimin kryesor me rritje prej 0.7%, ndërsa furnizimi me ujë dhe trajtimi i mbeturinave u rit me 0.2%. Nga ana tjetër, industria nxjerrëse regjistroi një rënje të dukshme prej 1.6%, ndërsa për eksport indeksi shënoi një rritje modeste prej 0.1%. Këtë herë rritja në udhëhoqi industria nxjerrëse me 1.6% e ndjekur nga shërbimet e furnizimit me ujë dhe trajtimit të mbeturinave me 0.7%. Rënje regjistroi sektori i energjisë elektrike, gazit dhe avullit me 1.3%, si dhe industria përpunuese, e cila ra lehtë me 0.1%. Pra nga të dhënat vjetore se çmimet e produkteve për eksport po lëvizin më ngadalë dhe në disa sektor janë edhe në rënje, ndërsa çmimet për tregun vendas kanë ritëm më të lartë rritje. Krahasuar me 3 mujorin e dytë të vitit 2025, indeksi i përgjithshëm shënoi ulje prej 0.1%, zbritja më e fortë u regjistruar në sektorin e energjetikës me 0.3%, ndërsa industria përpunuese dhe ajo nxjerrëse ranë me nga 0.1%. Gjatë 3 mujorit të tretë, indeksi i çmimeve të importit ra me 0.5% krahasuar me një vit më parë dhe 0.2% krahasuar me 3 mujorin e dytë të këtij viti. Shifrat tregojnë se mallrat e importuara po blihen më lirë. Statistikat e 3 mujorit të tretë të vitit tregojnë një rënje të lehtë të çmimeve të importit, duke sinjalizuar se produktet e huaja po blihen më lirë krahasuar me të njëjtën periudhë të një viti më parë. Indeksi i çmimeve të importit për këtë periudhë arriti në nivelin 107.4, duke marrë si bazë vitin 2021. Në krahasim me 3 mujorin e tretë të vitit 2024, indeksi shënon një ulje prej 0.5%, megjithse kjo rënje është më e lehtë se ajo e një viti më parë, e cila ishte -1.3%. Po ashtu edhe krahasuar me 3 mujorin e dytë të këtij viti, indeksi i çmimeve të importit ka pësuar një rënje të lehtë prej 0.2%, duke konfirmuar një trend në rënje të çmimeve. Në aspektin vjetor, uljen më të madhe e ka shënuar seksioni i energjisë elektrike, gazit, avullit dhe ajrit të kondicionuar, me 4.6%, i ndjekur nga furnizimi me ujë, trajtimi dhe menaxhimi i mbetjeve me 0.7%, si dhe industria përpunuese, e cila përbën gjithashtu pjesën më të madhe të importeve me një ulje prej 0.3%. Brenda industrisë përpunuese, rënja më e ndjeshme e çmimeve është vërejtur në përpunimin e produkteve ushqimore me 1.7%, e pasuar nga prodhimi i drurit dhe produkteve prej druri me 1.2%. Konfeksionimi i veshjeve me 0.8%, prodhimi i pijeve me 0.6% dhe prodhimi i kimikateve dhe produkte kimike me 0.5%. Ndërkohë, industria nxjerrëse ka shënuar një rritje të lehtë prej 0.4%, duke lëvizur në drejtim të kundërt me shumicën e sektorëve të tjerë. Nga ana tjetër, disa aktivitete kanë regjistruar rritje të çmimeve. Industri të tjera u rritën me 1.3%, pasuar nga prodhimi i produkteve të duhanit me 1.1% dhe shtypshkrimi dhe riprodhimi i mediave të regjistruara me 0.8%.
Edhe krahasimi me tremujorin e dytë të vitit 2025 tregon një prirje të ngjashme. Çmimet në sektorin e energjisë elektrike, gazit dhe avullit ranë me 1.1%, ndërsa industria përpunuese pati një rënje të lehtë prej 0.1%. Ndërkohë sektori i furnizimit me ujë dhe menaxhimit të mbetjeve shënoi një rritje prej 0.9%. Brenda industrisë përpunuese, ulja më e madhe e çmimeve në krahasim me tremujorin e shkuar është regjistruar në përpunimi i produkteve ushqimore, me një rënje prej 1.3%. Prodhimi i kimikateve dhe produkteve kimike si dhe përpunimi i tekstileve. Në të kundërt, rritje të çmimeve u vënë re te prodhimi i produkteve metalike të fabrikuara, përveç makinerive dhe pajisjeve me 0.8% dhe te prodhimi i produkteve të duhanit me 0.7%. Në tërësi, të dhënat tregojnë se pavarësisht disa rritjeve të izoluara në sektor të caktuar, tendenca e përgjithshme e çmimeve të importit që tremujorit të tretë mbetet në rënje të lehtë, çka përkthehet me një kosto relativisht më të ulët të mallrave të importuara për ekonominë. Taksimi i pasurive të paluajtshme bazuar në vlerën e tregut sipas ekspertëve pritet të sjellë efekte të forta në treg. Taksa e re do të nisë zbatimin prej vitit 2028, ndërkohë që ka përfunduar kadastra fiskale. Zbatimi i reformës së taksimit të pronave nga viti 2028 për ndërtesat dhe 2030 për truallin konsiderohet si një masë që do të ndikojë ndjeshëm në formalizimin e këtij sektori. Në një intervistë për Skan, eksperti i ekonomisë Selami Xhepa thekson se kjo reformë duhet të ishte përshpejtuar dhe tashmë duhet të ishte në zbatim të plotë. Kjo do të ishte prioritet sepse në fakt edhe në strategjinë e fatmesme të ardhurave, kjo është konsideruar një nga reforma themelore, sepse kjo lidhet jo vetëm thjesht me sigurimin e të ardhur, por njëkohësisht për pushtetin vendor, por njëkohësisht lidhet edhe me, le të themi, një kontroll më të mirë të ardhurave të shoqërisë, sepse në fakt një pjesë e rëndësishme e evazioni etj. Ndodh pikërisht në këtë sektor. Kështu që formalizimi i këtij sektori duhet të ishte një nga prioritetet absolute, pra themelimi i kadastrit fiskale duhet të ishte prioriteti themelor. Fakti që është shtyrë her pas here, sigurisht që nuk është një diçka pozitive. Unë mendoj që përpjekjet duhet të kishin qenë shumë më të forta për ta mbyllur këtë lloj procesi, edhe kjo lidhet pa diskutim pastaj edhe me formalizimin e ekonomisë, lidhet me formalizimin e sektorit ndërtimit në tërësinë e vet, kështu që duhet të ishte një prioritet dhe reformat ose masat që Ministria dhe qeveria duhet të kishin ndërmarrë, duhet të kishin qenë më të forta. Ministria e Financave në bashkëpunim edhe me Agjencinë Suedeze për Zhvillim kanë mbyllur projektin ProTax Albania, që ka të bëjë me reformën e taksës mbi pronën. Brenda vitit 2026, të gjitha bashkitë do të jenë të integruara në sistemin e kadastrës fiskale. Në vitin 2027 do të kryhet procesi kombëtar i vlerësimit të pronave, ndërsa 2026-2027 do të shërbejë si periudhë tranzitore deri në aplikimin e ligjit të ri, i cili hyn në fuqi në vitin 2028 për ndërtesat. Sipas ekspertit Xhepa, kjo reformë do të ketë impakt të rëndësishëm në këtë sektor. Pa diskutim që kjo do të jetë një ngjarje me efekte të forta në gjithë tregun e pasurive, pa diskutim, sepse formalizimi i këtij sektori natyrisht që do të krijojë mundësi për të krijuar edhe më shumë transparencë, për të patur më shumë transparencë dhe ndoshta do të krijojë një treg të vërtetë në tregun e pasurive të paluajtshme. Kështu që nga kjo pikpamje mendoj që do të jetë një masë jashtëzakonisht e rëndësishme dhe me efekte të padiskutueshme për këtë sektor. Sa i takon efektit të çmimeve, ne nuk e dim, sepse nuk është kjo në fakt faktori kryesor që do ta ndikojë ecurinë e çmimeve. Ecuria e çmimeve do të ndikohet nga faktorë të tjerë që ne i dim dhe që ndoshta në vazhdimsi mund të ketë, me gjykimin tim, ndoshta më presim një ulje të çmimeve të tyre, sepse janë anomalisht të larta nivelet e çmimeve, duke referuar jo vetëm thjesht fuqisë tonë blerëse të brendshme dhe efekteve që ajo ka dhënë për segmente gjëra të shoqërisë. Projekt buxheti 2026 ka parashikuar një rritje të mëtejshme të ardhurave nga kjo taks për llogaritë të bashkive në vlerën 10 miliard lek ose rreth 1.4 miliard lek më shumë se sa në vitin 2025. Por pavarësisht se do të ketë një ligjë të ri dhe kadastër fiskale funksionale, kjo reformë kërkon angazhimin e plotë të bashkive për të garantuar zbatimin sa më efikas. Taksa që pritet të aplikohet varion nga 0.035% deri në 0.065% për banesat dhe nga 0.14% deri në 0.26% për ambientet komerciale. Bashkitë kanë mbledhur 70 milion euro taksa mbi pronat në 10 muajt e parë të këtij viti, duke shënuar performancë pozitive nga viti në vit, ndërsa pritet që me aplikimin e vlerës së tregut të ardhurat të rriten edhe më shumë. Taksa e pasurisë është ndër furnizuesit kryesor të buxhetit të bashkive në Shqipëri,
pavarësisht se ende nuk ka nisur zbatimi i plotë i vjeljes së saj në bazë të vlerës së pronës. Të dhënat zyrtare të Ministrisë së Financave tregojnë se në 10 muajt e parë të këtij viti, 61 bashkitë në vend kanë narkotuar afro 7 miliard lekë apo 70 milion euro, me një rritje progresive nga viti në vit duke bërë që të arrihet shifra më e lartë e dekadës së fundit për këtë periudhë. Në raport me vitin 2015, të ardhurat në kjo taks janë dyfishuar. Krahasuar me periudhën janar-tetor 2024, taksa mbi ndërtesën që ka furnizuar njësiteve qeverisjes vendore rezulton të jetë me rritje me rreth 383 milion lek apo afro 3.4 milion euro. Në përqindje të ardhurat krahasuar me një vit më parë janë 5.5% më të larta, por në raport me planin për periudhën janë 3% më të ulta apo 2.1 milion euro më pak. Nevoja për më shumë të ardhurat dhe domosdoshmëria për të shlyer stokun e detyrimeve të përpambetura ka bërë që bashkitë të japin më shumë vëmendje vjeljes së taksës mbi ndërtesat, ndonse ende nuk ka nisur aplikimi i saj sipas vlerës së tregut. Ndikim në këtë performancë ka pasur rritja e sipërfaqeve ndërtimore, zhvillimi që ka marrë ky sektor kryesisht në zonat bregdetare, si dhe rritja e numrit të transaksioneve. Peshën më të madhe në mbledhjen e kësaj takse ka Bashkia Tiranë, ndjekur nga bashkitë në zonat bregdetare dhe njësitë tjera të mëdha. Qeveria parashikon që të mbledhë të ardhura shtesë nga taksa e pasurisë në vitin 2026, të cilat do të gjenerohen për shkak të bërjes funksionale të kadastrës fiskale, që do të shërbejë për mbledhjen më efikase të taksës së ndërtesës. Nga ana tjetër, së fundi është hedhur për konsultime dhe projekt ligji që përcakton metodologjinë e re të taksimit të ndërtesave, i cili pritet që me hyrje në fuqi të ndikojë në këtë performancë, si dhe pritet të miratohet vendimi i ri që përcakton taksën që do të aplikohet. Numri i njësive pronësore të taksueshme në Shqipëri është 797.000, nga të cilat 412.000 janë të kompletuara me informacion. Shqipëria po përballet me plagje të popullsisë, ku raporti i personave në moshë pune për çdo pensionist pritet të bjerë nga 2.5 që është aktualisht në 1.4 deri në vitin 2050, duke rritur barrën mbi sistemin e pensioneve. Ky fenomen nuk është i kufizuar vetëm në vendin tonë, pasi i njëjti trend po prek edhe vendet e rajonit dhe shumë shtete evropiane. Vitet e fundit, me rënjen e ritmeve të shtimit të popullsisë dhe me problematikat e tregut të punës në shumë shtete, është vënë re një vështirësi në raportin mes të punësuarve dhe pensionistëve. World Economics ka bërë një parashikim deri në vitin 2050 lidhur me raportin mes personave në moshë pune dhe pensionistëve. Të dhënat mbi numrin e personave që punojnë për çdo person të moshuar në varësi për Shqipërinë ofrojnë një perspektivë thelbësore mbi plagjen demografike, duke përcaktuar numrin e individëve në moshë pune 15 deri në 64 vjeç, të disponueshëm për të mbështetur çdo person të moshuar. Një shifër e ulët do të thotë se personat në moshë pune dhe ekonomia në përgjithësi përballen me një barë më të madhe në mbështetjen e popullsisë në plagje. Aktualisht në Shqipëri numri i personave që punojnë për çdo person të moshuar në varësi është rreth 2.5 punëtor, duke pësuar një ulje prej 0.3 pikë krahasuar me vitin 2020. Ndërkohë për çdo person të moshuar në varësi deri në vitin 2030 kjo shifër vlerësohet të ulet në 2.1, ndërsa në vitin 2050 pritet të arrijë në 1.4. Në krahasim me rajonin, Shqipëria paraqitet në një situatë më të mirë për këtë raport. Në Maqedoninë e Veriut, rreth 2 persona në moshë pune mbështesin një pensionist. Nga ana tjetër, ky raport është 1.7 në Bosnjë Hercegovinë dhe 1.9 në Serbi, por edhe në këto vende pritet që shifra të vijojë të ulet në vitet në vijim. Megjithatë, ky problem është pothuajse global, pasi shumë shtete në Europë dhe botë përballen me të njëjtin fenomen. Vendi më problematik për sa i përket këtij raporti është Italia, ku aktualisht vetëm 1.5 persona në moshë pune janë në varësi të një pensionisti, dhe pritet që ky raport të bjerë në 0.8 në vitin 2050. Në një situatë të ngjashme në një raport të ulët ndodhen edhe Japonia, Greqia, Kroacia, Portugalia dhe Franca. Nga ana tjetër ka shtete ku ky raport është shumë i favorshëm. Në këtë aspekt kryesojnë vendet e Azisë, me në krye Emiratet e Bashkuara Arabe, ku aktualisht rreth 44.7 persona në moshë pune janë përgjegjës për një të moshuar në pension, dhe në vitin 2050 priten të jenë ende 36.2 persona në moshë pune për një pensionist. Pas Emirateve të Bashkuara Arabe renditen Katari dhe Omani, ku ka përkatësisht 41 dhe 19.5 persona në moshë pune për çdo pensionist. Referuar draft planit kombëtar për përshtatjen ndaj ndryshimeve klimatike 2026-2036, vendi ka siguruar vetëm 7% të fondeve të nevojshme për masat e përshtatjes. Në total, Shqipërisë i duhen pothuajse 9.8 miliard dollar për të zbatuar masat e përshtatjes deri në vitin 2036. Vendi ynë përballet me një hendek të madh financiar për përballimin e efekteve të ndryshimeve klimatike. Sipas draft planit kombëtar për përshtatjen ndaj ndryshimeve klimatike 2026-2036,
Vendi ka të siguruara vetëm 7% të fondeve të nevojshme për masat e përshtatjes, ndërsa BSHL-ku arrin deri në 93%, duke e bërë këtë një nga sfidat më të mëdha financiare të dekadës së ardhshme. Në total, deri në vitin 2036, Shqipërisi duhen $9.8 miliard, ndërsa fondet e siguruara deri më tani arrin në rreth $699 milion. Dokumenti evidenton se sektori i transportit dhe zhvillimi urban përballen me mungesën më të madhe të fondeve, me një boshllëk prej gati 100%. Me përjashtim të turizmit, i cili nuk ka asnjë mungesë, boshllëqet në financim janë të larta në të gjithë sektorët e tjerë, ku për pylltarinë dhe sektorët ndërsektorial janë identifikuar nivele hendeku mbi 90%. Për bujqësinë, mungesa e fondeve të nevojshme kalon në 78%, ndërsa për energjinë 85%. Draft plani liston një sër faktorësh që e thellojnë këtë mungesë fondesh, ndërto përfshihen kostot e larta fillestare të projekteve, mungesa e instrumenteve të reduktimit të riskut dhe fragmentimi donatorëve, që shpesh sjell mbivendosje të ndërhyrjeve dhe mungesë koordinimi. Një tjetër problematik është mungesa e një sistemi të unifikuar për gjurmimin e fondeve për klimën, çka e vështirëson monitorimin dhe harmonizimin e shpenzimeve. Ndërkohë, në nivel sektorial, sfidat janë të shumta. Bujqësia përballet me ndikime të drejtpërdrejta nga thatësira dhe rritja e temperaturave. Transporti mbetet i ekspozuar nga dëmtimet nga përmbytja dhe erozioni. Urbanizimi shpejt rrit presionin mbi ujin, mjedisin dhe infrastrukturën, ndërsa turizmi është i cënueshëm ndaj rreziqeve klimatike, duke përfshirë erozionin bregdetar. Draft plani vë në dukje edhe pjesëmarrjen e ulët të sektorit privat, që aktualisht kontribuon vetëm me rreth 5% të fondeve. Menaxhimi i pyjeve dhe zonave të mbrojtura ka qenë në fokus të një aktiviteti të zhvilluar këtë të premte. Kryeministri Edi Rama vendosi theksin të reformimi i Agjencisë për pyjet dhe zonat e mbrojtura, ndërsa njoftoi se do të rritet financimi për mbrojtjen ndaj zjarreve. Kryeministri Edi Rama mori pjesë në aktivitetin Për ty në natyrë, ku theksoi rëndësinë e një modeli të administrimit unik të pyjeve dhe zonave të mbrojtura, si mënyrë për të sjellë zhvillim të qëndrueshëm në fushën e mjedisit, bazuar edhe në eksperiencat më të mira europiane. Me ministrin e mjedisit, me ekipin e ministrisë mjedisit, jemi angazhuar në një proces reformimi të modelit të menaxhimit të pyjeve dhe të natyrës ndërsi. Një reformim i cili do duhet fillojë nga një ristrukturim i Agjencisë Kombëtare të Zonave të Mbrojtura dhe i Agjencisë Kombëtare të Pyjeve, duke i bërë bashk dhe duke krijuar një sinergji mes të dyjave, për të pasur një agjenci e cila të merret 360 gradë me zonat e mbrojtura me pyjet, sepse eksperienca ka treguar që duam apo s'duam ne janë dy komponent të pazgjidhshëm nga njëri tjetri, dhe dy agjenci nuk e bëjnë më të lehtë, por e bëjnë më të ngatruar procesin. Kreu i qeverisë foli edhe për situatën e zjarreve në përpyje, për të cilën thas se do të angazhohen burime financiare për teknologji si dronët, zgjerimin e fidanishteve dhe përdorimin e inteligjencës artificiale për menaxhim më efikas. Jemi në një tjetër sfidë të madhe që e kemi parë të tërë dhe shohim sidomos gjatë sezonit të verës, kur temperaturat rriten shumë, që është problemi i madh, sfida e madhe e zjarreve. Angazhojmë edhe burime të reja financiare për të futur edhe teknologjinë, duke rritur kapacitetet mbjellëse përmes pyllëzimeve me dron, që sjellin saktësi, sjellin eficiencë, janë të buxhetuara për vitin që po vjen. Rama theksoi se mbrojtja e mjedisit është një nga elementët kyç në rrugëtimin evropian të Shqipërisë.
Ksamili, si një ndër destinacionet kryesore turistike të vendit, pritet të pësojnë një rikualifikim urban për përmirësimin e infrastrukturës ekzistuese. Bashkia e Sarandës do të investojë një fond limit prej 74.925.000 lekë. Bashkia e Sarandë ka shpallur hapjen e gares për ndërtim trotuare, rikualifikim i rrethimeve anësore në rrugët e brendshme dhe rikualifikim i hapësirave shplodhëse në Ksamil. Sipas dokumentit në Agjencinë e Prokurimit Publik, fondi limit i këtij investimi arrin në 74.925.000 lekë, ku synohet të përmirësohet infrastruktura ekzistuese. Ksamili është një nga destinacionet më të rëndësishme turistike të jugut, i njohur gjërësisht për ujërat e kristalta dhe shpesh është quajtur Karaibet e Evropës. Ky destinacion mirëpret çdo vit një numër gjithnjë e në rritje turistësh vendas dhe të huaj, duke bërë të domosdoshme përmirësimin e infrastrukturës rrugore dhe urbane në mënyrë që të përgjigjet kërkesave të sezonit turistik dhe qarkullimit të lartë të vizitorëve. Referuar dokumentit, projekti ka në qendër një prej rrugëve të brendshme të Ksamilit. Kjo rrugë ndonëse është ndërtuar përpara disa viteve, është në gjendje ekzistuese mjaft të mirë, por kërkon ndërhyrje për zgjerimin e saj me qëllim krijimin e korsive të dedikuara për këmbësorët. Zgjerimi vlerësohet si i domosdoshëm për të rritur sigurinë, lehtësuar lëvizjen dhe për të shmangur konfliktet e trafikut mes automjeteve dhe kalimtarëve. Projekti parashikon gjithashtu zbatimin e një sër punimesh të tjera të rëndësishme, përfshirë trotuaret, ndriçimin përgjat rrugës, rikualifikimin e hapësirave shplodhëse, të cilat do të transformohen në ambiente më funksionale, më estetike dhe më mikpritëse për turistët dhe banorët. Të ardhurat nga kartoni jeshil u rritën me 10% dhe arritën në 1.7 miliard lek deri në tetor të këtij viti, pasi më shumë makina shqiptare u siguruan për udhëtime jashtë të vendit. Ndryshe nga kjo, sigurimi kufitar për makinat me targa të huaja që hynë në Shqipëri ka rënë si në të ardhura ashtu edhe në numër kontratash. Makinat me targa shqiptare që udhëtojnë jashtë vendit po sigurohen më shumë, ndërsa makinat me targa të huaja që futen në Shqipëri më pak. Sipas të dhënave më të fundit nga Autoriteti Mbikëqyrjes Financiare, të ardhurat e arkëtuara prej kompanive të sigurimit nga primet e shkruara bruto të kartonit jeshil kapën një shifër prej 1.7 miliard lekësh deri në tetor të këtij viti, duke u rritur me 10.3% në krahasim me të njëjtën periudhë të një viti më parë. Sigurimi me karton jeshil bëhet për të gjitha automjetet e regjistruara në Shqipëri, të cilat udhëtojnë jashtë vendit dhe mbulon dëmet që i shkakton palëve të treta në rast aksidenti. Prej një shkurti të këtij viti, të gjithë makinat që udhëtojnë drejt malit të zi përfituan zbritje të çmimit të sigurimit për karton jeshil. Nga 400 euro që ishte primi për një vit, tani ata paguajnë vetëm 50 euro. Ndërkohë, nga 1 prilli, qytetarët shqiptar fituan edhe mundësinë që të lëvizin drejt Maqedonisë së Veriut me policën e sigurimit karton jeshil, me afat 1 vjeçar, me çmim të reduktuar 50 euro. Ky reduktim i çmimit nuk ka sjell ulje të ardhurash për kompanitë e sigurimit. Kjo mund të ketë ardhur për disa arsye, duke nisur që nga numri më i madh i makinave që janë siguruar, që mund të jenë ato që kanë lëvizur drejt malit të zi në këtë periudhë, mund të ketë ardhur për shkak se qytetarët kanë zgjedhur edhe karton jeshil me një afat tjetër kohor, pra jo për një vit, por po ashtu edhe për shkak të lëvizjeve të shtuara të qytetarëve me makinë drejt vendeve të tjera të Evropës, jo vetëm në Maqedoninë e Veriut dhe Malin e Zi. Nga ana tjetër, e kundërta ka ndodhur me sigurimin kufitar për automjetet me targa të huaja që qarkullojnë brenda territorit të Shqipërisë. Referuar shifrave të Autoritetit të Mbikëqyrjes Financiare, primet e shkruara bruto kanë rënë në 438 milion lekë, rreth 1.4% më pak se në janar-tetor të 2024-s. Edhe numri i kontratave është ulur me gati 1.7%. Protesta e fermerëve grek ka sjellë një ngërç në agjencitë turistike shqiptare që operojnë në rrugë toksore. Operatori turistik Arbën Dreu thotë se shumë udhëtime janë shtyrë ose anulluar, ndërsa turistët kërkojnë paratë e paguara mbrapsht. Prej disa ditësh, protestat masive të fermerëve në Greqi me traktor në akse kombëtare dhe pika kalimi kanë sjellë bllokime të përsëritura rrugësh dhe të pikave doganore, duke shkaktuar vonesa zinxhir
edhe për agjenci turistike shqiptare që udhëtojnë drejt Greqisë dhe Turqisë, me autobus dhe mjetet toksore. Problematika më e madhe ishte gjatë ditëve të festave të nëntorit. Një pjesë e tureve që ne zhvillojmë janë ture kyçe, për shembull që zhvillohen qoftë ditore, qoftë me një natë fjetje apo dy natë fjetje, kryesisht me Greqinë, ka pasur ndikim shumë të madh, sidomos atë për turet e larta që ne bëjmë, turin e Stambollit, që kalon patjetër nga Kapshtica, ka patur bllokime shumë, sidomos tani për pjesën e festave, dhe ka ndikimi më i madh ka qenë tek pjesa e turistëve në momentin kur ato kanë pritur me orë të tëra për të patur mundësi për të kaluar dhe për të shkuar për të festuar ato ditët e pushimit që ato kanë patur. Një pjesë e mirë e turistëve na kanë kontaktuar në telefon edhe kanë shprehur shumë pak kënaqësi për këtë pjesë për shkak sepse numri i ditëve të kufizuar i festave nuk kanë arritur dot që t'i përmbyllin edhe programin që ne kemi shpalosur në fillim për këtë. Por, çfarë kostosh ka sjell kjo vonesë? Ndreu sqaron se shumë udhëtime janë shtyrë dhe turistët kërkojnë kthim të parave të shpenzuara, por pagesa ndaj hoteleve kryhen paraprakisht. Patjetër që kosto ka, qoftë pjesa e transportit kosto më madhe për shkak sepse ato shpenzimet kryesisht që ka mjetet e transportit, që janë naftat e tjerë, të cilët për të tëra duke qenë se ata kanë pritur, kanë patur mundësi që mos të shkojnë në orarin e dur, mos të kapin pikat në dur. Për dy turet të ardhshme ne kemi anullu një pjesë tyre me të drejtën, sepse është e pamundur për të futur për momentin, po mendojmë që për rreth mas 2 javë apo 3 javë do normalizohet gjendja dhe do fillojmë prapë të turet e tyre. Rimbursimet, çdo turist kërkon atë pjesë të rimbursimit, po duhet ta kuptojnë që pjesa më e madhe e rezervimit bën paraprakisht dhe është e pamundur pjesa për të kthyer qoftë një pjesë pagese, po problemi është që te pjesa e pagesave gjithmonë çdo operator është e pamundur pjesa e rikthimit për shkak të përnotimit, hoteleve, transportit dhe shumë mjeteve tjera që ne kemi gjatë një turi. Agjenci turistike thonë se situata mbetet dinamike dhe e varur nga vendimet e protestuesve dhe policisë greke. Të ardhurat reale të familjeve greke mbeten 15% më të ulta krahasuar me vitin 2009, përpara se të shpërthente kriza financiare. Pavarësisht të rimëkëmbjes regjistruar në dekadën e fundit, vendi nuk e ka rikuperuar humbjen e madhe të ardhurave. Të ardhurat reale të familjeve greke mbeten 15% më të ulta se në vitin 2009, përpara se të shpërthente kriza financiare dhe Greqia të hynte në aventurën e re të memorandumeve. Pavarësisht rimëkëmbjes së regjistruar në dekadën e fundit, vendi nuk e ka rikuperuar humbjen e madhe të ardhurave, siç zbulohet nga dokumenti i ri politik i Qendrës për Studime Liberale. Studimi shqyrton evolucionin e të ardhurave reale të disponueshme të familjeve gjatë periudhës 2004-2024 në Greqi dhe vendet e tjera që kanë qenë në krizë ekonomike si Spanja, Italia, Irlanda, Qipro dhe Portugalia. Në periudhën 20 vjeçare 2004-2024, Greqia dhe Italia janë të vetmet nga 6 vendet në shqyrtim që nuk janë rikthyer në nivelet e parakrizës. Gjatë kësaj periudhe, Bashkimi Evropian ka regjistruar një rritje prej 22% të ardhurave reale, ndërsa Greqia shënon një rënje prej 5%. Në vitin 2024, të ardhurat reale të familjeve greke mbeten 15% më të ulta se në vitin 2009, krahasuar me vitin 2012. Të ardhurat reale në Greqi janë rritur me 22.7%, një performancë më e lartë se mesatarja e Bashkimit Evropian. Krahasuar me vitin 2015, Greqia shënon një nga rritjet më të larta midis vendeve në krizë, prej 23.5%. Rritja pas vitit 2015 është pjesërisht për shkak të tkurrjes shumë të madhe të ardhurave gjatë periudhës 2010-2013, kur të ardhurat reale të familjeve greke ranë me 34%. Studimi zbulon ndryshime të rëndësishme në shpejtësinë e rimëkëmbjes midis vendeve të prekura nga kriza. Konkretisht krahasuar me vitin 2009, të ardhurat reale në Irlandë janë 21% më të larta, në Qipër 16%, në Spanjë 6.5%, ndërsa mbeten 0.7% më të ulta në Itali dhe 15% më të ulta në Greqi. Maqedonia e Veriut ka një papunësi të lartë nga njëra anë dhe mjera vende pune të lira në anën tjetër. Referuar shifrave, numri më i madh i vendeve të lira është në industrinë përpunuese.
Paradoksi i tregut të punës në Maqedoninë e Veriut bëhet çdo vit më i dukshëm me papunësi të lartë nga njëra anë dhe mira vende të lira pune nga ana tjetër. Të dhënat e endit shtetëror të statistikave për 3 mujorin e tretë tregojnë se janë regjistruar 10.033 vende të lira pune me një shkallë prej 2.02%, megjithëse qindra mijëra njerëz mbeten të papunë. Referuar shifrave, numri më i madh i vendeve të lira është në industrinë përpunuese, e cila regjistron 103.821 vende të plotësuara, por kërkon ende fuqi punëtore. Në të njëjtën kohë, grupi më i madh i vendeve të lira, 2052, bie te profesionet elementare. Kjo sinjalizon qartë se tregu kërkon punëtorë për profesione bazike, manuale, teknike, ndërsa një pjesë e të papunëve kërkon punë që të përputhet me arsimin e tyre formal ose pretendime më të larta për pozita administrative. Në këtë drejtim, papunësia nuk është vetëm mungesë e punës, por shpesh mungesë e aftësive të duhura. Mira persona nuk posedojnë trajnimin teknik që kërkohet në industrinë përpunuese, shërbimet ushqimore apo zanatet të caktuara. Arsimi profesional mbetet i nënvlerësuar dhe i pazhvilluar, duke prodhuar gjenerata me diploma, por me aftësi të kufizuara praktike. Sektori i akomodimit dhe shërbimit ushqimor ka shkallën më të lartë të vendeve të lira pune, 3.69%, ndoshta nga që ky sektor ka paga të ulta, orare të gjata dhe kushte stresuese. Shumë qytetarë preferojnë të presin më gjatë për një punë më të mirë, të emigrojnë ose të qëndrojnë në ekonominë jo formale, sesa të punojnë në kushte që nuk ofrojnë dinjitet ekonomik. Kërkesa e punëdhënësve për punëtor me përvojë për ofrimi i pagave minimale e thellon edhe më shumë hendekun apo këtë diskrepancë. Punëkërkuesit nuk janë të gatshëm të pranojnë një vend pune me pagë të ulët, ndërsa punëdhënësit shpesh nuk janë të gatshëm të ofrojnë kushte më të mira. Maqedonia e Veriut ka një prej normave më të larta të migrimit të fuqisë punëtore në rajon. Shumë prej atyre që posedojnë aftësitë më të kërkuara, zanatlin, kuzhinier, teknik, punëtor prodhimi deri tek mjekët largohen drejt vendeve të Bashkimit Evropian për paga më të larta dhe kushte më të qëndrueshme. Ky trend e lë vendin me mungesë të punëtorëve në sektorët kyç dhe prodhon efektin paradoksal, vendet e lira rriten, ndërsa cilësia e ofertës së punëtorëve bie. Ekonomia e vendit mbështetet ende fort në sektorë si industria përpunuese apo shërbimet ushqimore, të cilat nuk gjenerojnë paga të larta. Inovacioni, teknologjia e lartë dhe industritë kreative janë të pazhvilluara. Përpasoj, vendi prodhon shumë vende pune, por pak vende të mirë paguara, duke krijuar pakënaqësi dhe rezistencë te punëkërkuesit. Edhe politikat e shtetit kanë rolin e tyre. Programet e trajnimit shpesh nuk janë të koordinuara me nevojat reale të tregut, ndërsa ka mungesë të orientimit profesional në shkolla dhe një distancë mes arsimit dhe industrisë. Serbia po finalizon një plan veprimi që përshkruan hapat për të vendosur rezervat e detyrueshme të naftës dhe nën produkteve të saj në treg. Ky është projektuar për të kapërcyer ndërprerjet e përkohshme të furnizimit, duke mbuluar vëllimet e karburantit që mungojnë në vend. Serbia po finalizon një plan veprimi që përshkruan hapat për të vendosur rezervat e detyrueshme të derivateve të naftës në treg, pasi rafineria e saj e vetme, NIS, kontrolluar nga Rusia dhe sankcionuar nga SBA-t, filloi të mbyll rafineritë për shkak të mungesës së naftës bruto për përpunim, tha qeveria në Beograd. Mekanizmi i rezervave të detyrueshme është projektuar për të kapërcyer ndërprerjet e përkohshme të furnizimit, duke mbuluar vëllimet e karburantit që mungojnë nga rezervat, tha qeveria në një njoftim për mediat. Për rreth 2 muash në Serbi nuk kanë bërritur naftë bruto, por qytetarët dhe ekonomia nuk e kanë ndier. Të martën, presidenti Aleksandar Vučić tha se Serbia të ditë kishte 53.900 ton naftë me rezerva mandrash dhe 150.590 ton në rezerva të detyrueshme, që është mjaftueshme për të furnizuar tregun deri në fund të janarit. Serbia gjithashtu kishte 14.533 ton benzinë në rezerva të detyrueshme dhe 4.000 ton në rezerva mandrash, deklaroi Vučić, duke vënë në dukje se nafta përbën 82% të konsumit total të karburantit. Vučić theksoi gjithashtu se 327 stacionet e benzinës NIS në Serbi përbën 48% të qarkullimit total të produkteve të naftës në vend. Të mërkurën, aksionari më i madh i vetëm i NIS, Gazprom Neft, tha në një deklaratë se kompania serbe kishte bërë rregullimet e nevojshme në operacionet e saj, se tregu serb aktualisht furnizohet me derivate të naftës në sasitë e nevojshme dhe se NIS vazhdon prodhimin e saj, gjë që lejon asaj të krijojë rezerva të caktuara të lëndëve të para. NIS është në pronësi të Gazprom Neft me 44.85%. Qeveria e Serbisë ka 29.87% pronësi dhe inteligjencë me seli në Shën Petersburg
një kompani e kontrolluar indirekt nga Gazprom, ka 11.3%. Pjesa tjetër i përket një numri aksionarësh minoritar. Thesari i Shteteve të Bashkuara të Amerikës njoftoi për herë të parë sanksione ndaj rafinerisë serbe në janar për shkak të pronësisë së saj ruse dhe po kërkon një dalje të plotë të aksionarëve rusë. Përveç Serbisë, NIS është gjithashtu aktive në Bosnjë dhe Hercegovinë, Bullgari dhe Rumani dhe punson rreth 14.000 persona. Do të ndalemi me zhvillimet nga bota. Presidenti i Rusisë Vladimir Putin dhe lideri indian Narendra Modi zhvilluan bisedime në New Delhi. Samiti përfshiu diskutime mbi bashkëpunim në fushën e inteligjencës artificiale dhe zgjerimin e tregtisë dypalçe. Presidenti rus Vladimir Putin dhe kryeministri indian Narendra Modi zhvilluan bisedime në samitin e New Delhit. Modi theksoi se India mbështet përpjekjet për paqe në Ukrainë, ndërsa vendi ofroi mikpritje të ngrohtë liderit të rus. Kjo është vizita e parë e Putin në Indi pas 4 vitesh, me qëllim rritjen e tregtisë me blersin kryesor të armëve dhe naftës ruse të transportuar me anije, pavarësisht se sanksionet perëndimore kanë ndikuar në marrëdhëniet e tyre. India po negocion gjithashtu një marrëveshje tregtare me Shtetet e Bashkuara të Amerikës për të reduktuar tarifat ndëshkuese të vendosura nga presidenti Donald Trump me mballerat indiane për shkak të blerjes së naftës ruse. Moska ka qenë furnizuesi kryesor i armëve në Indi për shumë dekada dhe ka shprehur dëshirën për të importuar më shumë mallra indiane, duke rritur tregtinë në $100 miliard deri në vitin 2030. New Delhi ka shtuar blerjet e naftës ruse me çmim të zbritur që pas pushtimit rus të Ukrainës, por i ka reduktuar këtë vit nën presionin e tarifave dhe sanksioneve amerikane. India nuk është neutrale, vendi ka një qëndrim dhe ky qëndrim është për paqe, tha Modi duke hapur bisedimet. Ne mbështesim çdo përpjekje për paqe dhe qëndrojmë krah për krah me çdo iniciativë në këtë drejtim. Putin e falenderoi Modin për përpjekjet që synojnë zgjidhjen e konfliktit me Ukrainën. Lideri rus shtoi se marrëdhëniet dhe ekonomitë e vendeve të tyre po zgjerojnë mundësitë për bashkëpunim në fusha të reja, si teknologjitë e larta, aviacioni, hapësira dhe inteligjenca artificiale. Gjithashtu sipas tij, bashkëpunimi ushtarak teknik midis dy shteteve mbetet shumë i besueshëm. Bankat ruse Gazprom Bank dhe Alfa Bank kërkuan miratimin për të filluar aktivitetin e tyre në Indi duke synuar zgjerimin e tregtisë dypalçe. Ish zëvendës presidentja e Costa Ricës është një nga kandidatet kryesore për të bërë sekretarja e përgjithshme e OKB-s në vitin 2027. Sipas saj, nëse barazia triumfon ndaj diskriminimit, institucioni më në fund do të udhëhiqet nga një grua. Rebecca Greenspan, ish zëvendës presidente e Costa Ricës dhe një nga pretendentët kryesore për të bërë sekretare përgjithshme e ardhshme e Kombeve të Bashkuara, tha se nëse barazia triumfon ndaj diskriminimit, OKB më në fund do të ketë një grua në krye. Procesi për zgjedhjen e kreu të ri të OKB-s nisi zyrtarisht javën e kaluar pasi shtetet anëtare u ftuan të propozojnë kandidatët që do të zëvendsojnë Antonio Guterres më 1 janar 2027. Megjithëse OKB ka 80 vite histori si një organizatë ndërkombëtare për paqe dhe bashkëpunim, posti i sekretarit e përgjithshëm nuk është mbajtur kurrë nga një grua, diçka që sipas Greenspan nuk ka asnjë shpjegim të logjikshëm pasi shumë gra kanë aftësinë dhe kredencialet për të udhëhequr. Kandidatët e deklaruar publikisht për postin përfshin vetë Greenspan, e cili aktualisht është sekretare përgjithshme e konferencës së OKB-s për tregti dhe zhvillim UNCTAD, ish presidenten e Kilit Michelle Bachelet dhe diplomatin e Argentinas Rafael Grossi. Ne nuk kërkojmë trajtim të veçantë. Ajo që kërkojmë është mos diskriminimi, tha Greenspan. Nëse barazia mbizotron, ne do të mund të arrijmë këtë. Kërkesat që në krye të OKB-s të vendoset një grua janë shtuar vitet e fundit dhe ka gjasa që sekretari përgjithshëm i ardhshëm të vijë nga Amerika Latine, pasi posti tradicionalisht alternohet sipas rajoneve. Amerika Latine dhe Karaibet janë rajonet e radhës në listë. Greenspan theksoi se OKB duhet të bëhet më gjithëpërfshirëse, duke kujtuar se kur u themelua pas luftës së dytë botërore kishte vetëm 51 shtete anëtare, ndërsa sot janë 193, shumica prej të cilëve nuk morën pjesë në hartimin e strukturës fillestare të vitit 1945. Nëse zgjidhet, Greenspan do të mbarë drejtimin e OKB-s gjatë mandatit të Donald Trump si president i Shteteve të Bashkuara. Trump ka ruajtur qëndrimin kritik ndaj multilateralizmit, duke akuzuar OKB-n se nuk e ndihmoi të ndërmjetësonte paqen në disa konflikte. Ai e përshkruan OKB-n si një institucion me potencial të madh, por që duhet të organizojë më mirë funksionimin e saj. Udhëheqja e OKB-s e ka kundërshtuar komentet e Trump, duke thënë se organizata po punon për të zbatuar reforma dhe se mbështetja e Shteteve të Bashkuara të Amerikës ka shpëtuar jetë.
Kemë mbritur në fund të këtij edicioni informativ. Të tjera zhvillime gjeni duke klikuar në faqen tonë të internetit skantv.al, ku mund të gjeni gjithçka mbi ekonominë, bankat, sigurimet, tregjet financiare e të tjerë. Faleminderit që na ndoqët, ndajemi këtu për të ritakuar në orën 16 në emisionin Box to Box. Qëndroni me ne.